Janë binjak identik, njëri përmbarues privat e tjetri me zyrë juridike, të dy të veshur me kostum të ligjit dhe me premtime të mëdha. Por pas kësaj ngritën dyshime serioze për mashtrim, manipulim dhe përfitim financiar në emër të drejtësisë. Ismet Islami, i cili ka zyrë juridike, dhe Isak Islami, përmbarues privat, dyshohet se morën nga qytetari AB të paktën 21.000 euro në emër të një garancioni financiar për mas të sigurisë, të cilin gjykata nuk e kërkoi asnjëherë. Betimi për drejtësi ka siguruar audionjizime ku dëshmohet se si dy vëllëzërit kanë bindur klientin e tyre që shumën prej 21.000 euro t'ia transferojnë në llogaritë të tyre me pretekstin se është garancion për gjykatën. Në këto njizime veç tjerash, Ismet Islami paraqitet edhe si avokat e vëllëzërit, pretendojnë edhe për takim me gjyqtaren e rastit, pasi sipas tyre në Kosovë nuk kryen punë vetëm shkronjat. Në një bisedë që sipas palës është bërë më 19 qershor 2024, ku të pranishëm ishin dy vëllëzërit Islami, Pala AB dhe daja i tij, aty Isak Islami i drejtohet dajës së tij me këto fjalë. O vëlla, këtu me po të kallxojnë nuk mund me dorë vëlla. Unë veç po të kallxoj, veç diçka si vëlla, të erdhi me pyes Alonin, nuk më i hin këto, Aloni pyet shkronjat, nuk kryen punë veç shkronjat. Unë po të kallxoj dësh si vëlla. Unë polën e sikuroj si antar familje. Unë kam biseduar me Alonin shtator. Këtu do të më bëj përgatitjen për me bëj sukses. Gjithçka nis vite më parë. MB bashkë me dy djemtë e saj, AB dhe AB, në 2016 bëjnë padi në gjykatën themelore në Prishtinë për ndarje të disa pronave në preoc të Graçanicës, ku ajo pretendon të jetë pasuri e përbashkët me ish-bashkëshortin e saj. Bashkë me padin, ata kërkojnë edhe masën e sigurisë, por kjo masë refuzohet me arsyetimin se prona nuk kishte rrezik tjetërsimi. Në 2018, kjo lëndë kalon në degën e Graçanicës për trajtim. MB në 2022 autorizon Ismet Islamin, i cili ka një zyrë juridike, që ta përfaqësojë në gjykatë. Me kërkesë të Ismet Islamit, në dhjetor të 2022-s, qytetarja transferon në llogaritë të tij 21.000 euro. E gjithë kjo me qëllimin e caktimit të masës së sigurisë, për pronën ku pretendohet se është tjetërsuar nga ish-bashkëshorti i saj.